Qëto pamje që i pat janë momenti kur burri Nexhmije Haradinit arriti dje në vend ngjarje në fshatin Stanët të Vushtres, aty ku bashkëshortja e tij u qellua për vdekje me armë zjarre. Por çka ndodhi dhe çka dihet deri tash? Nuk ishin kaluar as 24 orë që qyteti i Vushtres u trondit nga një vrasje të një djali të ri, ku një rast tjetër u përsërit e mandje edhe me përmasa më të mëdha. Gjatë ditës së djeshme, në mesditë, më saktësisht rreth orës 15, si shkak i përdorimit të armës së zjarrit u vran 2 persona. I gjithë ky krim ndodhi në fshatin Stanës të Vushtres, më saktësisht tek një nënkalim. Viktimat e këtij rasti janë Nexhmija Haradini dhe Arsim Morina. Pra Nexhmija u vran nga Arsimi, i cili siç po raportohet e kishte goditur 3 herë me plumba në gjoks tashmë të ndjerën. E kështu Nexhmija është gruaja e 59 në Kosovë që është vrarë nga një burr që nga viti 2010 dhe e njëjta kishte lënë pas vetës 3 fëmijë. Arsimi ishte një pronar i një furre, më saktësisht furrës Djelza, ku edhe Nexhmija kishte punuar. Sipas familjarit të Nexhmijes, i cili ishte prononcuar për media që ishin të pranishme ato, tha se vrasja ndodhi për shkak të xhelozisë, se e njëjta kishte filluar të punonte dikun tjetër. Sipas një informate jo forcëtare është se xhelozia pse ke shkuar në tjetër vend me punu e ke lënë dorë. Familjari gjithashtu tha se 2 viktimat nuk kishin asnjë lidhje familjare, përveç faktit se e ndjera ka qenë punëtore në furrën Djelza, së bashku me bashkëshortin e saj, ku ne kemi gjetur edhe një fotografi ku shihet burri i saj duke punuar në furrën në fjalë. Në vendin e ngjarjes, pasi u morën informatat për të shtënat me armë zjarre, policia më njëherë kishte dalë në vendin e ngjarjes. Zyrtarët policor kanë konfiskuar edhe një armë nga vendi i ngjarjes, i cili dyshohet se është përdorur nga dorasi. Ndërsa me urdhër të prokurorit, 2 trupat e pajet janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Në vend ngjarje kishte dalur edhe prokurori kujdestari i prokurorisë themelore të Mitrovicës, ndërsa janë gjetur edhe disa gozhoja që dyshohet se janë përdorur në këtë krim. Nga prokuroria themelore në Mitrovicë kanë deklaruar se janë duke u intervistuar dëshmitar dhe në koordinim me policinë janë duke u bërë hetimet për të kuptuar më shumë dhe për të zbardhur rastin dhe të gjitha rrethanat që kanë çuar deri në këtë ngjarje të rëndë.